Emërimi i Erion Riçkut në krye të doganës së Tiranës ka ngritur dyshime të forta për shkelje ligjore dhe konflikt interesi. Ai u prezantua në detyrë më 17 shkurt 2026 nga drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja, i cili e cilësoi doganën e Tiranës si fytyrën e administratës doganore. Megjithatë, verifikimet e medias treguan se Riçku zotronte 15% e aksioneve në kompaninë Risku SHPK, një subjekt që kishte në objekt aktivitetin import-eksportin. Sipas ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, zyrtarët doganor nuk lejohen të kenë aksione në kompani që merren me import-eksport. Ligji parashikon një afat 30 ditor për zgjidhjen e konfliktit dhe plotësimin e dokumentacionit përkatës. Në të kundërt, masa është largimi i menjëhershëm nga detyra. Pas një kërkese për informacion nga media ndaj drejtorisë së përgjithshme të doganave, institucioni nuk dha përgjigje brenda afatit ligjor. Vetëm pak ditë më vonë, kompania Risku SHPK depozitoi në qendrën kombëtare të biznesit një vendim për heqjen e aktivitetit import-eksport nga objekti i saj. Megjithatë, ky ndryshim u krye më shumë se 2 muaj pas emërimit të Riçkut përtej afatit të lejuar nga ligji. Pavarësisht kësaj, ai vijon ende të mbajë postin e drejtorit të doganës së Tiranës.